zotin Nika del prej jush, pra revelohet edhe nga vetë brenda gardit dhe thotë unë do dal i pavarur dhe pa mbështetjen e Partisë Demokratike për Bashkinë e Vlorës. Pra çfarë po ndodh në Vlorë? Unë e di, Partia Demokratike e Vlorës super 97 nuk e ka pasur jetën e lehtë atje. Por, le të themi, me sa më kujtohet, në zgjedhjet e 2013-s nuk kapi një rezultat të keq pavarësisht humbjes, një humbje e pritshme, për arsye që ne i dim shumë mirë, apo dhe në zgjedhjet e vitit 2021. Pra çfarë realisht po ndodh? Çfarë shqetëson Vlorën që nuk po shqetëson akoma Tiranën? Shikoj, para një do të bëj një sqarim. Sa i përket zotit Leskaj, unë mendoj që pavarësisht deklaratave të tij për dorëshjen e tij apo lindjen e mandatit pas 2 viteve, është një vendimarrje e tij personale. Unë mendoj se ka pas ndonjë ndikim lidhur me bazën e Partisë Demokratike. Sa i përket Vlorës, për Vlorën, po. Mendoj që është një vendimarrje për cilën unë thash ne jemi të njoftuar gjithë bashkëpunëtorët e zotit Leskaj prej vitit 2021 që ai është rikthyer në Partinë Demokratike për të garuar si drejtues politik në vitin 2021. Unë mendoj që ne jemi të qartë me zotin Leskaj dhe qëndrimet e tija dhe deklaratat e tij sa i përket qëndrimeve që ai do të mbante. Sa i përket vendimit. Po ai reflekton ama një gjendje të caktuar në Vlorë, apo jo? Ja, po a them. Po unë mendoj që zoti Leskaj është një nga ata njerëz i cili e ka dhënë kontributin e tij pavarësisht se ka qenë apo s'ka qenë deputet i Partisë Demokratike dhe kontaktet e tija me demokratë e Vlorës kanë qenë të vazhdueshme. Nuk është, do të thënë, dua ta saktësoj këtë gjë. Pra zoti Leskaj në këtë moment e ka deklaruar edhe në forumet e Partisë Demokratike që është nevojshme një analizë e brendshme e Partisë Demokratike për të nxjerrë problematikat reale që ka Partia Demokratike brenda saj për të bërë të mundur që ajo të kthehet në një forcë e besueshme tek votuesit, por natyrisht edhe një forcë fituese nesër në zgjedhjet e ardhshme elektorale. Duke dhënë shembullin e tij, mendoj unë, zoti Leskaj ka kërkuar që nëpërmjet këtij veprimi të ketë një reagim të gjithë atyre të cilët kanë pasur një kostur në zgjedhjet e fundit, pavarësisht farsës elektorale, denoncimeve që ne kemi bërë, atyre që u thash, pra tjetërsimit votës, prisnisë, administratës e tjera, se nuk dua që të ngelet te kjo pikë. Pra mendoj që zoti Leskaj ka marrë një farë mënyre në thonjza, edhe pse unë mendoj që nuk është përgjegjësi e tij, është përgjegjësi e të gjithëve, ka marrë në një formë përgjegjësinë lidhur me rezultatin e 11 majit. Dhe këtë e ka deklaruar dhe vetë, që për shkak të rezultatit, dhe ne që me të drejtuesit politik apo njerëzit të cilët ishin angazhuar për të qenë fitues në këtë zgjedhje në përballje me qeverisjen 12 vjeçare të rilindjes, mendoj që zoti Leskaj ka dashur të japë një mesazh se gjithë duhet të kenë një përgjegjësi, një reflektim dhe për të bërë një hap mbrapa të gjithë ata që nuk janë fitues, se në fund fare duhet edhe një përgjegjësi, pavarësisht tash edhe një herë, janë një sër faktorësh dhe ne kemi bërë këtë. Deri në këtë moment ne kemi qëndruar te denoncimi, tek përgatitja e dokumentacionit lidhur me të gjitha veprimet e jashtëligjshme që janë kryer në procesin zgjedhor. Sa i përket pastaj së brendshme se ju më bëhet ta saktësoj zoti Ball. Zoti Nikaj është vërtet antar i Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike, por realisht zoti Nikaj prej përplasjeve të brendshme të Partisë Demokratike, pavarësisht se unë me të kam një marrëdhënie shumë korrekte, pavarësisht unë kam ndjekur rrugën e rithemelimit, zoti Nikaj ka ndjekur rrugën e, po themi, të PD-s zyrtare në vitin 2021 dhe nga ai moment rruga e zotit Nika me Partinë Demokratike. Pa jeton është i linjës Basha, është i linjës Basha. Po nuk kuptoni që është i linjës Basha. Nuk e kam këtë për model që të etiketoj Bashës apo i Berisha. Po jo s'ka lidhje, s'ka ndonjë gjë, ajo që është zyrtare, nuk është një sherri u bë legal në fund fare. Me shaka, zoti Nika i thot që u s'kam ikur asnjë nga Partia Demokratike se është aty ku ka qenë Vula sot. Me këtë po unë dua ta saktësoj edhe këtë që zoti Nika sot nëse do kishte ndërmarrë një veprim të ndryshëm nga ai që ka bërë pas deklarimit të kandidatit të pavarur tjetër i cili ka marrë mbështetjen nga Partia Demokratike, mendoj që po të kishte kontaktuar me demokratët dhe me strukturat dhe me drejtuesit e Partisë Demokratike mund ta kishte marrë ai mbështetjen. Okej, faleminderit Artit. Atëherë ta kthejmë qendrën në Tiranë, Indrit. Ju jeni nga ata që e keni thënë fakt që pas daljes raportit SBU deri tjerë për te farsës partia duhet marrë përgjegjësitë e veta, bile mos gabojnë këtë studio e keni thënë që zoti Berisha i mbaron mandatin prill të vitit, në mars të vitit prill. Se them unë të e thot mandati. Jo vetëm zoti Berisha i mbaron tani edhe këtu ta thash me që po flasim për ju, ose pastaj po futëm te farsa elektorale,
Spostojmë vëmendje, se s'ka dhe kush ta mbroj farsën këtu. Ideja është ç'a po ndodh tani me ju? Unë që kur janë caktuar drejtuesit politik, para se dalin lista zyrtare e kandidatëve për deputet, kam mbajtur qëndrim edhe në kryesinë e PDSH-s, por edhe qëndrim publik, që të gjithë funksionarët e lartë të Partisë Demokratike, duke filluar që nga kryetari i parë, sekretari i përgjithshëm, të gjithë funksionarët duhet ishin listë hapur të Partisë Demokratike. Ashtu siç sot kam qëndrim që pa diskutim ne sot kemi pas një mbledhje kryesie e cila ka zgjatur për orë gjata rreth 5 orë në mos gaboj, kur një ndër temat kryesore ka qenë procesi i reflektimit, analizës dhe mbajtjes përgjegjësisë, duke nisur që nga kryetari i partisë dhe çdo zyrtar tjetër i partisë, antar kryesie, drejtues politik, deputet, antar të këshillit kombëtar, deri ke seksioni që është qeliza e fundit e organizimit të Partisë Demokratike. Pa diskutim që në gjykimin tim të gjithë drejtuesit politik të Partisë Demokratike janë humbur. Ne kemi diskutuar gjithë makinerinë e pushtetit, gjithë ato se si pushteti e tjetërson votën që pa u futur në kutinë e votimit, gjithë gjëra, por duhet kthejmë dhe syt nga shtëpia jonë për të parë të gjitha gabimet që ne kemi. Dhe patjetër sot në diskutimet e kryesisë ka qenë që ne duhet dalim bazë, sepse PD-ja i ka hikur bazës saj. Pra ne kemi që kur janë mbyllur zgjedhjet, që PD-ja nuk ekziston më në terren. Është vetëm dalja për të zotët Berisha. Dhe me të drejtë demokratët poshtë janë edhe të mërzitur me leadershipin e Partisë Demokratike, sepse ne nuk po dalim të dëgjojmë, ne nuk po dalim të dëgjojmë se ku i kemi ne si forcë politike gabimet ndaj në rrallë të parë ndaj demokratëve dhe në rrallë të dytë për te atyre që janë jashtë Partisë Demokratike, aty ku futet elektorati gri apo ku futet njerëz, dhe pa diskutim sot ka pasur një diskutim dhe për hapjen e Partisë Demokratike. Pra këtë që ka kërkuar zoti Leskaj, praktikisht. Praktikisht është menduar që e gjithë trupat drejtuese, gjithë kryesia e Partisë Demokratike, gjithë grupi parlamentari. Po ato që thotë Leskaj që tikin ta drejtuesit politikë që dhanë tikin, ora edhe un jam i të njëjtit mendim, edhe un vetëm edhe un jam i të njëjtit mendim që drejtuesit politik të Partisë Demokratike duhet të ndryshojnë komplet për këtë gjë. Dhe mënyra se si mund zgjedhen drejtuesit politik apo kush mund të jenë drejtuesit e ardhshëm politik, unë mendoj që kemi kohë për gjetur të rinj, po që duhet të hikin këta që janë, patjetër që jo të hikin, sepse termi të hikin merret me një keq kuptim. Se sa, ja, tak, ndodha, zgjedhjen Tiranë, pa zgjedhjen Vlorë. Duhet të kalojnë nga drejtues politik, ata janë deputet, janë antar kryesie të Partisë Demokratike, pa diskutim që Partia Demokratike duhet të përshtatet edhe qytetarëve, nëse qytetarët kërkojnë ndryshimin e figurave politike, nëse ne duhet vazhdojmë të jemi përfshirë të gjithë, pa përjashtim. Nëse ne duhet të jemi forcë konkurruese politike, pa diskutim që duhet të kthejmë vëmendje dhe të dëgjojmë qytetarët dhe demokratët me shumë kujdes për çdo kritikë që ata kanë ndaj mënyrës së funksionimit të Partisë Demokratike. Dhe nuk është se edhe zoti Berisha nuk është se nuk e pranon dhe nuk e di këtë gjë. Edhe sot në mbledhjen e kryesisë, pa diskutim, qofse ne vazhdojmë kështu, unë ta kam thënë këtë studio, qofse këtë radhë jemi 50, herës tjetër do jemi 30, pastaj do shkojmë 15, pastaj do shkojmë 5 deputet. Nëse ne vazhdojmë në këtë rrugë që jemi. Partia Demokratike duhet të ketë një reflektim shumë të thellë brenda saj, brenda leadershipit të saj, sepse për mua kjo nuk është çështje emrash, se ikën zoti Berisha apo vjen një ajo është çështje emrash. Kryetar reflektimin e majit ta lesh në nëntor është çështje ekipi, dhe nëse do mendimin tim, unë e kam thënë dhe vazhdoj që ndroj asaj gjë, që nëse zoti Berisha ikën sot, Partisë Demokratike i bën dëm shumë të madh, sepse sot nuk ka asnjë politikan brenda asaj force politike që mund të bashkojë rrymat dhe interesat e shumë fraksioneve që mund të jenë brenda PD-s, fraksione jo të shpallura, por fraksione që përfaqësojnë për ndjekurit politik. Për rastin konkret, le të themi, mund ta pranoj, po në parim që përfaqësojnë të larguarit
me apo pa të drejtë nga Lëra garën e lirë, lëra garën se ndoshta edhe del në njëre më drejt. Demokratike. Se kemi provu në herë, këtë ke drejt, ajo hera parë është e vështirë gjithmonë thotë, ka dhimbje. Dhe për mua ka dhënë një gjë, Le herë ndodhi, kuptoj se ndoshta edhe ndodh, ndoshta edhe del dikush. Ne dëgjohet shpeshherë që t'i kërkohet ikja Zotit Berisha. Por qoftë se aty ka, fal, ta mbaroj. Ne ja kërkojmë Zotit Berisha se e dim që nuk e ish njëri dot. Pra ne themi po deshik vet, se dim që se ish njëri dot. Po e ka statutit që e thu vet. Zoti Berisha iku një herë dhe na la peshqesh Lulzim Bashën për shumë e shumë vite në krye të Nuk e vuri Edi Rama, asaj partie. Këtë po them pra, ne i la peshqesh. Mirë, e la peshqesh. Ne i la peshqesh Zotin Bashën krye të asaj partie. Tani, nëse dikush aspiron t'i zej vendin Zotit Berisha, ty nga armër ta mundi me votë. Jo, kështu nuk fiton do. Po pse nuk fiton? Po e parë se statuti s'ta lejon se me statuta i duhet ikin në shtëpi. Statuti Neni Basha, apo e kam, unë se kam, edhe këtë, se ka bërë Rama dhe unë dhe Skënderi. E bët ju apo jo? Ju quna deri themelimit. Zoti Xhaferi, si ta, non grata ta, nëse. Tani, të shpallime dhe non grata. Tani, unë jam gjithmonë i mendimit që të sqarojmë një gjë. Të gjithë jemi dakord që Zoti Berisha nuk e heq dot njeri. Ja ku e ke Ali Ben këtu, besoj është dakord me mua. Zoti Berisha nuk e heq dot njeri nga Partia Demokratike. Tu nuk po flasim për këtë. Kurse heqim dot. Që të fitoni zgjedhjet pra? Se s'fiton. Që të fitoni zgjedhjet se i keni këto të krahë tjetër lesh e li për ballë. Dhe sa rrini do të ngrini dy pikë. Të rifaroni bencin me 1 milion kilometra dhe mos të filloni të kishë legët me një makinë tre. Tani më fal, po nuk shkon. Me kia elektrike. Ka 1 milion kilometra. Se ndoshta funksionon më mirë. Duhet të bësh shërbime më për Tash një pyetje kam unë andon, te kjo mbledhja pesorëshe, ka pat në një debat gjatë tyre se i ndriti e bën shumë serioze, po që ka zgjat pesor, po. Fakti është që u përqendruam sot shumë tek këto lajmet madhore, por Berisha ka thënë diçka që nuk jemi në gjendje dhe aq të mirë. Pra, e ka thënë sot. Po, e ka pranuar. Ka thënë publikisht para mediave këtë gjë. Nuk jemi në gjendje dhe aq të mirë, dhe kjo ka ardhur pikërisht pas largimit të Bujar Leskajt, pas njoftimit të Reqes. Sot. Po, sot. Nuk mendoj që kanë lidhje të dyja. Jo, nuk kanë lidhje, po është lidhje kohore. Por ka qenë thelbi i hapjes partisë dhe rifreskimi. Po si gazetarë nuk e shmangin dot timeline-in ndrit. Pra foli zoti Leskaj, pastaj doli zoti Berisha. Unë antar kryesie duhet ta korrigjoj pak. Dhe kjo ishte çështja, pra ka patur një direktiv për të udhëzuar edhe drejtuesit politike dhe antarët e kryesisë edhe deputetët që në këtë drejtim, përderisa problemet po vinë nga baza, pikërisht, sepse edhe tensioni që është shkruar me Bujar Leskajn ka të bëj pikërisht me bazën. Me reagimin e e tha dhe Artitje, po nuk është gjë e re. Po sepse Atir Doxha ka qenë i vetmi kandidat në listën e mbyllur të Partisë Demokratike në Vlorë që ishte afër Leskajt, sepse dy tjerët ishin të imponuar, ishte Ina Zhupa fituese nga primaret dhe Vangel Dule nga aleatët. Dhe në pas lista e hapur vionte me largime si kryetaria e PD-s Sarandës që u bën në kryetare dhe që ka qenë një nga më të votuarat, e të tjerë. Dhe kjo është çështja, pra duket që ka një direktiv që Partia Demokratike të zbres në bazë, duket që ka hequr dorë nga i mendim i vogël për të bojkotuar parlamentin, edhe pse në kohën e Berishës nuk ka qenë ndonjëherë kjo, apo edhe bojkotën e qante Lulbasha. Po, edhe tek shtimi forcave, po nuk e di si do të ndodhi, sidomos ditën e njëjtë kur ka disa çështje të rëndësishme, një prej të cilave miratimi i antarëve të Komisionit Rregullator me Silve dhe Arben Ristani. Do të shohim si do të veprojë Partia Demokratike, sepse është paralajmëruar një përshkallëzim i aksionit përderisa mazhoranca nuk i pranon komisionet hetimore dhe të tjera. Selanik e 18, siç ka qenë do të jetë. Nuk ka asnjë lloj zgjidhje Sokol. Tani, momentin miqësisht me ndritin, momentin që sa herë ka një problem PD, ose sa herë ndodh diçka, direkt vjen paletat që nuk e ka fajin Berisha, se Berisha na prish punë. Do të vi dita 1 i ndrit, vdiq antagonisti historik i Sali Berishës. Fatos Nano e la 53 vjeç politike. Saliu u rikthyet 80 vjeç. Nuk brezat të tillë janë si në jetën biologjike, ashtu dhe në jetën politike. Nuk është e mundur ta kthesh në fetish një figurë politike në mënyrë të tillë sa që ti të thuash gjithë ne që jemi aty, nuk bëjmë dot pa këtë, megjithse e dini fort mirë që të gjithë, më falë se s'du të provokoj tani këtu. E dini fort mirë që të gjithë që
ky është personi që nga i cili, në mos qoftë personi i problemit, është personi nga i cili fillon zgjidhja. Sepse ai ka një kuotë votash të vetën që nuk ja hiq dot askush dhe ja njohim të gjithë. Problemi është se për të fituar ato të shkreta zgjedhje duhen 700.000 plus vota. Ai shkon 400.000 plus vota, deri 500. Domethënë, e kemi parë se sa lviz. 2023 humbi Tropojën. Tani 63 deputetët e Lul Bashës 2021 i bëri 50. 59 Luli. Si? 59 Bashën. Po e marrë me gjithë Monikën se ishin bashkë të gjithë me 4 mandate e LSI. Se dhe tani 50-ën e keni prap me LSI-n brenda. Prap me ata burrat brenda. Apo jo, pra, nga 63 nga 63 opozita shkoi 50. Opozita 50. Tani si do shkojnë këto parametrat e këtij smuri Bosforit po vinë kështu avash. Vete tha. Do lejohet kjo rënje? Vete thëndri. Tani, mendoj që Berisha duhet parë si zgjidhje dhe jo si problem. Edhe për ato 500.000 vota, që sot Sali Berisha i ka, që ne nuk i heqim dot. Ato 500.000 njerëz e kanë votuar në zgjedhjet e fundit. Janë me limitator shpejtësie. Sali Berisha. Po rrim ke bota makinave. Tash më fal, unë të dëgjova me kjo makinë ecën deri 120 km/h. Nuk ecën, duhet 150 me fitu garën. Ja do shkojmë dhe 150, ta mbaroj. Dakor. Hapi parë Yes. i rëndësishëm që u bë pak kohë më përpara ishte nisja e negociatave me partitë të reja. Edhe pse unë mendoj që kjo duhet shtrirë për te atyre forcave me të cilën u negociuan. Sepse e parë njerë, diskutimi brenda PD-s duhet shtrirë me të gjithë personazhet politik, të cilët me apo pa të drejtë janë larguar nga Partia Demokratike. Me përjashtim të Lulzim Bravës, me përjashtim të Engeleta Libeaj, me përjashtim saj, me përjashtim të saj. Për aq kohë sa Gazmend Pardhi është rikthyer i mirëpritur në PD, është kryetari i grupit, unë mendoj që nuk duhet të ketë vit kuqe për asnjë personazh tjetër politik të së djathtë. Pra, këtu duhet ta nisim diskutimin nga këtu. Dhe ky ka qenë mendimi im, ti e di, edhe më përpara, për këtë gjë, për aq kohë sa vjen gazi, kam thënë, s'ka pse mos ftohet as Luli dhe çdo njeri tjetër. Kemi kohë një batutë. Përjashtim të zotit Alibej. Alibej ka një emër tjetër në PD akoma, Ali Basha, nuk të ka ikur. Akoma. As me Basha nuk është më. Si unë e shoh, kjo parti është në, si thuhet, në Kapolina, se nuk gjej dot një Stacioni i fundit. Stacioni i fundit. E Tiranës Re. Tiranës Vjetër, në fakt. Tiranës Vjetër. Po. Parti që s'ndjerë dot kandidat. Parti që është vetëm një soditse periferike e ngjarjeve politike që të ndodhin në Shqipëri, e në majorancë. E them me drejti, ajo që ka ndodhur, që po ndodh aktualisht në majorancë, do të ishte një shans i artë për çdo opozit që të kapte momentin. Zero. Një parti e cila Komisionin e reformës zgjedhore e inicion Rama, këtë e shkoj nga mbrapa. Komisionin e reformës territoriale e ngre Rama, këtë e shkoj nga mbrapa. Për ndryshimet kushtetuese e ngre Rama, këta amin, që do të thotë është një parti e kontrolluar. Edhe pse s'ka vend për mua, aty dhe zot ketë ndonjëherë vend për mua, sepse nuk do ta kërkoj ndonjëherë di pse. Sepse duhet të ndodhë një ngjarje tjetër para se Edi Rama të bëhet kryetari i Partisë Demokratike. Si ka qenë historia në fakt, e mban mend shumë mirë, në 90. Dhe sot ajo që quhet Partia Demokratike, nuk është gjë tjetër se një aneks i lëvizjeve, lojrave po të duash ti, i Edi Ramës. Ka një mundësi teorike që të mos shkrihet përfundimisht. Vetëm teorike, thoni. Edhe praktike, në fakt, ditë e fundit e kam parë. Të putet përqafohet me Edi Ramës siç po ndodh. Kjo arsyeja e vetme, pra nuk ka më gar 120 apo 150 km/h, bëjmë bashkë siç edhe kanë qenë. Pra ti thua, dhe kjo është ajo që po ndodh. Pra ti thua se deri sot ja si e kuptova unë. Pra deri sot kemi thënë është me fat Edi Rama që ka Sali Berishën. Por ju thoni që në fakt është me fat Sali Berisha që ka Edi Rama. Absolutisht po.
Alibe, faleminderit që më mësot, faleminderit Indrit, faleminderit Andon Skënder, kënaqësi, falenderoj Artit Hoxhën dhe i uroj suksese në rrugtimin e tij shumë shpejt edhe në Parlamentin e Shqipërisë. Besoj që Parlamenti dhe patyshim Partia Demokratike ka nevojë për fytyra të reja dhe të sinqerta. Faleminderit Artit. Po ndërkohë qëndroni në ABC News me Sali Doçi me Report. Por socialistët mos harrojmë që kanë kaluar ndoshta javën e tyre më të vështirë. Si reflektohet kjo në humorin e shqiptarëve? Për këtë, ndiqni sondazhin ton Zëri i Shqiptarëve sot në ora 22. Deri atëherë, mirupafshim. Në asamblenë e Partisë Socialiste e kumtoi aty, tha që del vetë ligji